Drejtoria e Arsimit në Ferizaj ka shpallur konkursin për mësimdhënës për vitin shkollor 2016-2017 vetëm për 7 shkollat e mesme të kësaj komune dhe atë veç për 2 profile. Mirëpo sipas drejtorit të Arsimit në Ferizaj, kjo ka ndodhur për shkak se shkollat fillore kanë kuadër arsimor të mjaftueshëm dhe se nuk ka pasur nevojë për hapje të konkursit. Po në arsimin fillor kemi këtu mbuluar me gjithë kuadër profesional të gjitha shkollat, nuk kërkesat e cilat I kanë sjellur drejtarët bilem këtë vit kemi minusur për shkak të zoglimit të paraleleve në për shkollat në viset rurale, kryesisht në përfshatra, ku kemi edhe teprica teknologjike në numër të orëve, nëse ka pas për shembull 20 orë, tani ka 18, I ka 15, për shkak të zoglimit të paraleleve në për shkolla. Edhe gjithë kuadri në arsimin fillor është I kualifikuar në bazë normativit edhe nuk kemë asnjë vend të lirë për të shpallur në afat të rregullt, kurse gjatë procesit, nëse do të kemë kërkesa për pushime të leonis apo pushime mjekësore, ne do t'i bëjmë publike. Kryesisht I kemi vetëm shkollat e mesme dhe ato në 2 profilet, që janë më të theksuar është matematika dhe informatika, kurse profilet tjera janë të mbuluar me gjithë kuadrin profesional në bazë të normativit. Ndërsa për vonesën e shpalljes së konkursit për më shumë se 3 javë, Halili thotë se është bërë për shkak se kanë pritur regjistrimin e nxënësve në për shkollat e mesme. Në bazë të planifikimeve të cilat ne I bëjmë për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme, bëjmë edhe planifikimin e vendeve të punës. Pas regjistrimit që është kryer nga afatet që ka qenë I përcaktuar nga mashti, ne tani edhe kemi pas këtë mundësi ta dim pak më saktë mundësinë e vendeve të lira që mund të jenë kuadër të shkollave, qoftë të gjimnazëve, po të qoftë shkolla profesionale. Kjo ka qenë arsyeja e parë që ne jemi vonu në atë aspektin për një 2-3 javë. Konkursi për mësimdhënës për shkollat e mesme për vitin shkollor 2016-2017 do të jetë I hapur deri më 5 gusht.